Vitet e 90-ta ishin vitet më të kopshme të historisë së popullit shqiptar. Në këto vite, okupatori serb po ushtronte një dhunë të papërshkrueshme mbi popullin shqiptar të pambrojtur. Shumë e shumëtrima e panë këtë dhe reaguan duke marrë armët duke luftuar maleve me armikun. Dhe një ndër ata trima që luftuan dhe dhan jetën për Kosovë ishte edhe Naim Hayrulla Berisha, për të cilin sonte do të bëjmë fjalë. Naim Hayrulla Berisha. Ulin me 10 nëntor të vitit 1966, Naimi shkollën fillore e kreu në vendlindje përkatësisht në Tiranë, pas e të mesmen e vazhdoi për një kohë. Naimi që në fëmijëri kishte një ardhë dashuri të madhe, dhe sikur e dinte që një ditë do të vinte koha kur do t'i rrokin armët shqiptarët dhe do të shliroheshin një herëmien nga ky armik shekullor që po ushtronte dhunë dhe terror nëpër familjet shqiptare. Naimi si vogël që kanë në shkollë e mirë, kanë shnosh, s'mundi s'ka pas kur. A kanë është veti ishtë që ma kanë diqysh për dhejnët. Me shoqënia kanë marrë gjithë shokët. Kërë kriti klasën e 7, dulë në 8, shkojnë me dërë shokë për Shqipni, tani ma peq aty edhe shkollën e la. Tani ma nuk shpejtin shkollë, dhe për cëllë të në di që së ta pra keqe shumë. Po Naimi si fëmijë ka qenë fëmijë shumë i dashur, ka qenë 2 vite më i ri se unë. Edhe unë kam qenë më i vjetër se Naimi, kur jam rrit kam shku në Zvicër, masandej kam marrë Naimi në Zvicër, ka qenë punëtor. I dashur ka qenë për të afërmit, për familje. Naimi së bashku me shokët e tij kishte kaluar shumë herë kufirin Kosovë-Shqipni, kufirin më represiv dhe më të mbrojtur të asaj kohe që e ndante Kosovën me Shqipërinë. Naimi pasi u hetua nga UDP-ja Jugoslave, u përndorç dhe u burgos shumë herë nga regjimi i asaj kohe. Kur ardhë që shkojnë Shqipni, baba e vetë lypi kleme që nuk e lani në mene. Edhe kërë që të në klene e rejhen e mërtatu në tepër, edhe i thëshin gjithë se kur të shojmë tu me shoqni, na ku të gjemi marrëm milicia. Betër një e la shkollë, më nuk ka shkollë. Më vonë Naimi tenton të dalë jashtë shtetit përkasi shkon në Zvicër tek vëllau i tij Indier Hashimi, i cili vdes më vonë nga kanceri. Atje në Zvicër shkon më pastaj edhe te vllau tjetër i Naimit Afrimi, i cili qëndron atje deri në vdekjen e vllaut të tij Hashimi. Naimi jo vetëm që ka qenë një trim që nuk ju ka trem syrin nga askush, mirëpo ai gjithashtu ka marrë pjesë në demonstratat e asaj kohe që organizonte rinia e Kosovës. Ai ka marrë pjesë si jashtë Kosovës në Zvicër, Gjermani, Francë e Gjetiu, ma ashtu edhe brenda Kosovës ka qenë në balë të demonstratave të rinisë përparimtare të asaj kohe. E gjatë nga kanë diqysh i flakt që bëjshin protesta me bënë Zvicër e atje shkojke. Po edhe këtu të në që ke vinke, që shtu e kanë gjatë. Ja për flamuar, ja për shqipnije të nëtë. Po, gjithmonë ka pas dëshirë në protesta, demonstrata, për mërna kufive Zvicrës ku kanë qenë, gjithmonë ka qenë. Po edhe jashtë kufive, në Gjermani, në Francë, në Itali, gjithmonë ka pas dëshirë me marrë pjesë në protesta, në demonstrata. Naimi gjatë kohës sa ka qenë jashtë atë dheut është marrë edhe me sport. Ja do të shikojmë disa sekuencat e Naimit të marrura në Zvicër duke ushtruar sport. Faleminderit për gjithë këto, dhe i përshëndes familjen teme, shoqërinë Kret, dhe krejt shqiptar ku gjenden nëpër burqet e Evropës. Naimi nga Soreka me Sadikin, nga Strelci, i përshëndet gjithë shoqërinë dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit. Naimi ishte ndër ata të parët që u inkuadruan në ushtrinë shqiptare të Kosovës.
Ne jemi në fillimisht në zonën e Drenicës për të kryer ushtrimet ushtarake që ishin të nevojshme në atë kohë. Ai pasi qëndroi për një kohë në Drenicë, u kthye dhe shërbeu në vendlinjen e tij në Tiranë, përkatësisht në zonën operative të Pashtrikut, që në atë kohë ishin një fortesë e pakalueshme për armikun. Ai kish pas dalë në Drenicë, për njerëz na kallzoi. Kjo do të thë ku po shkon ai një 2 ditë shkoi në Kadëmërdelan, një vanën u formoni për grupe. Të vani kish dalë me shku në Drenicë. Babën e kish në spitalin nejtë një muaj ditë. Edhe vike shkoj, kërë një ditë, tha nëmë, tha mësë më prit të asante, tha se nuk thejna, tha shpse në imë, tha qështu, tha shku, ko thash babën e kisë mutë mësu baba, është për ditë me shkuar në spital, thash në hajtë, tha se vijune. Kore edhe mas 2-3 ditë, ishte registrua si ushtarë atje, me marar, me në qysh me gjujt. Edhe flok t'i kish prej dita, me një asha në imë edhe shtu vike, jo, the këse vinë, në vesh një edhe ditë të rrim, me basi ushtrime. Është më rëbira t'je largë, the që po bëjmë ushtrime. A kon te për i knaqen. Thesh në për edhe atjetësh në gjojnë milicia, nënë të ke jemi dhe ke në qarif, të ke qëfar logine, jemi dhe ke qëfar ushtar, imi dhe ke të rritët që ka pëmsojnë. Me ka për automatin, e ka pas ushtrim pa krye, qysh me gjujt, shka me ba, edhe të një shkoj. E kishke babën atë në spital që keme patën e vike, me afrimin mi kanë shpi. Shkoj ke vike që shtu për nejtë një dhe ditë. E kemi ditën e që e ka një veshën. Për dyqysh nejsh në e knjashtë, dhe shna njashtë se ka shku me shok. A i kishke qef me aprish qefin zdoj, ke hajtë, është në ishallah dhe të një mërë. Jemi të ke shëshni atje, dhe kemi shëshni bëllë. Shka mi thamë? Me imi gjatë kohë sa ka qenë ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka marrë pjesë në shumë betejë të ndryshme, ku disa nga ato do të na veçon vëllau i tij Afrimi. Me të thonë vërtetën, ai në çdo betejë ku ka qenë më rrezik, ai ka marrë pjesë. Është në fshatin Zaçisht, aty kur kanë tentu serbët me ardhë ne ka Sama Draxha, është gjujt me Nina Hills me Zoll, edhe janë ndalu. E rast për shumë ka këtu në shtanë janë faktet gjalla, gjinja që sot të regojnë që qysh i ka pështu në imi. E mos flasim për Drenicë ma veç dihet, ku kanë qenë aksionet ma rrepta. Në ditën e martesës në imi që është martuet, nesrit kanë ardhën prej komunës Travecit, e kanë marrë edhe janë shkuar në fshatin e Terush, se pako në imi nuk kanë mujtë aty me tentu ku kanë dasht me zonë do sërbë. Do më thanë kanë gjujtë tanë natën, është ardhë në imi me 2-3 shokë, thjesht me thanë vetëm një qenë në imi, ka të regu thaja kam mytë, edhe asë një plonë se kam gjujtë. I ka zonë të gjallë, sërbë, do pleq, do plaka, masë ndenë fshatin Zaçisht, e njëjta ka qenë kanë gjujt me municion pa lidhje, është ku pas një plumë. Kjo është fakt i gjallë që i ka marrë ata 4 popa. I ka marrë, i ka dërzu, njonin ka dasht me nalë me kushzu me një shok që kanë byllë në burë këta sërbë, po nuk kanë pranu këta, kanë thonë jo se duhet me liru. Aksione ka pas. Na imi për frikë s'ka ditë. Kur është plagu Bajrami, na imi e kanë zerë për Istikamit, e ka fut në makinë, edhe tu e dërgu për fshatin Sama Draxha, se aty ka qenë një spital, ndërkohë Bajrami është këthjellu pak edhe i ka thonë mua më lenë që tu, po unë e kam djallin e vllajt, ose djallin e Algjës, është i vramë. Edhe na imi është nalë, ja ka dhanë një shoku tjetër, edhe përsëri është ku e ka marrë kofomën edhe ka tërhek prej aty sa ta sërbë i mirshin, masandej, edhe kofomat i mirshin. Betejën e parë me 23 gusht, që e ka marrë sërbë ndaj UÇK-s, kemi qenë të lani në shtan, e kemi pas vjen në frontit më aty ushtar që kemi bo, edhe kemi konë në vëzhgim. Po në moment, sërbët kanë vesh uniform tonë, UÇK-s, dhe nuk kanë afruar
do më kanë marrë afër pionës tjetër, po falë dhe Bika Snicis që ka qenë më neve, edhe na ka tregu si duhet luftohet edhe si duhet mizon pozitat. Por, mas një kohë, duke luftuar, dikush i ka lemru në im Berishës, vraj, vrapon shpet, e merë Sami Bityqin dhe Skënder Gashin, me disa shok tjerë, dhe delane në kundërt. Dhe i sulmon me zoll, dhe sërbi këtë anin zollën, është frgu dhe ka mendu që ka UÇK shumë ushtat UÇK-s. Edhe mendimin e atina, në im Berishës, edhe pse kemi qenë non, dhe më luftar të UÇK-s, sot jemi gjallë, tek zona e Lirin. Pikërisht unë kam qenë në fshatin Studençan. Kjo ditë me sa më kujtohet mua ka qenë me 23 gusht, vitit 1998. Është sulmuar pika e Rështanit, ku atë ditë është vrarë një djalë i Dëbërdelanit, Bahri Gollopeni, edhe ka shku Naimi e ka tërhek kofomën, e ka fut në makinë, edhe e ka dërgu për fshatin Dëbërdelan. Ndërkohë e kanë lajmëru Naimin se ju kanë zanën nën shok Naimit, si të thejmë rob, në shtëpinë e Qazim Gashit të Rështanit. Naimi ka marrën disa shok, Sami Bityqin, Skënder Gashin, Osman Elshanin, Besnik Bylik Bashin, Sami Kuqin, edhe disa tjerë kanë qenë, edhe ka marrë Naimi ofanzivën prej anës kundërt, prej Rekës, edhe ka shkue, i ka shpetu këta shok, të cilët sot të regojnë këta rastin. Naimi në uniformë të UÇK-s kishte ardhur shumë herë të vizitonte familjarët e tij, dhe gjithmonë i thonte që ne do të fitojmë për më shumë rrethejnë familjarët e Naimit. Ai çdo herë vinte, na vizitonte, fëmijët e vegjël që i kisha, nuk ka fshtu ditë bon vaki Naimi sa kom ne 3 javë sa më draq që s'ka ardhë. Çdo herë në mramje, në mëngjes, në drekë. Vetëm kur e shifsh në kerrin, edhe vinte aty në atë oborrin e hallës, rrinte me gjithë këta si kanë dalë, si do me thënë si refugjat, se shumë në Suarikën, se të ishin është krizë, rrezik, duhet mu liru për Suarikës. Po, çdo herë Naimi ishte krenar, si rrishëm ne aty, kishte pleq, fëmi, gra, çdo kujt që kishin ardhur me traktora, janë strehu vetëm në borë, e nuk ishin mrena ku me fjetë, edhe ju tregonte çdo kujt që i mos u frigoni, se njëherë për që tu nuk ka me pas frikë, rrini shlirë, kini me qenë krenar, ushtria shlirimtare si u formu, ne kemi me fitu, her do kur ne kemi me dal fitimtar. E ju vetëm ruhi fëmit që të lam trashëgimi mrapa, e mos të zhdukëm gjithë. Po, diçka si të mirë një vesh, prej Suarikës, një që vjen një forcë e madhe, ju as natë, as ditë nuk muni me qenë për shembull strehun, se u strehun në fshatin Samadragj edhe ma s'ka problem, jo. Çdo herë rrini këtu vetëm jini të frigën. E kini frigën prej policëve, se kur nuk kemi për momentin e tashtit, kur farë sigurimi, edhe pse jemi këtu, duhet me dalë natën, ditën me liru. Po, jo ka në shtëpi se jemi kanë se këta dulen prej shtëpije, na kemi në shtëpi me gjithë babën e tina, e vike. Çdo 2-3 ditë vike më ramni, kërë bëjke tërë vike. Sikur e kanë parë për herë të fundit me uniformë të UÇK-s Naimin, familjarët e tij rrethejnë ata vetë. Ka ardhen në kompanë së dënçan vike të ata miqët, ka një veshën, atje e pashë, kom patën në shtëpi vike, na vizitoj ke pa ma herë në fund të kompanë së dënçan, të miqët. Na i vike për Drenice, vike për Jasajan dhe shka u luftojke. Kajtë me rëhavecë me ato që mba të luftojke vike të në shumë plejke. Unë e Naimin për herë të fundit e kom pa në fshatin Pagarush. Unë kom qenë me refugjat. Është ardhur Naimi me 3 shok edhe më është nalë aty më ka pyet a mos ki bisedu me familje. E unë kom thonë jo, s'kom bisedu, se kanë qenë do telefona.
tha, mos u bon marak, tha, shpijen, tha, na i kanë kallë, tha, po të morën vesh për familje ajon gjallë. Edhe une ku risha në Pagarush, dalmit për fshatit ka qenë një telefon. Morë na imi me kërë, edhe më tha, qyre, tha, ti presish e tu në rënë, me bisedu me dikon në Soarek. Edhe veç me marrë vesh, ajon gjallë, ajon vranë familja. E une tha, po shkoj me një fshat tjetër, nëse muj me hin lidhe telefonit. Edhe me atë rrugë na imi është njës, ish pas shku në fshatin Breshanc, kish kërku të qajfa komandanti armë, municion, edhe kish tanë që unë do t'ni për Soarek. Une nuk e kom ditë që na imi po shkon në telefon me bisedu. Mas një ore apo dy, unë e mora vesh që vetëm shpijat janë kallë, edhe familja gjinden mushtisht të dajtë e tonë. Kam tentu me gjithë Naimin, jem ardhën deri në fshatin Samadragj, më kam thonë që Naimi ka kaluë, veti dyti ose veti treti ka hinë fshatin Studençan. Në fshatin Studençan mos ma ka marrë menja me hi, se ka pas forca sërbe dhe u pashin shpijat të u kallë. Aty jem nalë, do më thonë Naimi e kish lanë fshatin Studençan, kerrin, kur është e rru, me veti dyti, me një shok, janë ardhën kanë hinë Soarek. Edhe janë hy të Jemin Kuqi, baba i Gjelalit, që është vra bashkë me Naimin, po, edhe e pyt, i thot, basi Jemin, thot me më të regu, a i kam familjen gjallë, a mos i kam zonën në robë. Basi Jemin thot që Naim nuk dim, e dim vetëm se të ka kallë shpia, a i ki familjen gjallë, na nuk dim për gjaj ishë. Edhe i kish lutë, i kish tanë që rrini, buni, sante këtu, e në mëngjes këthej, sa është shumë rëzik. Po, Naimi me kam gule, jo, ka thanë, unë e kom vendosë, sante me sulmu. O stacionin e policijës, ose po drumin, po frigona me sulmu, mos pi mysë familje, nëse një kanë zonë në robë, me ditë që i kanë mytë, kisha shku me gjës shef, a dikun duhet me sulmu, kështan pa tjetër. Edhe kështu që janë njës dikun ka ora një, mrami, për shpijës Gjelalit. Shpija Gjelalit për këtu i të mundet më ka një 4-500 metra. Janë ardhë, janë hy natën në borë këtu, kanë fillu krizmat edhe vetëm kërë kemi marrë lajme që janë vra. Dytë janë vra, po dytë janë vra në borën tonë. Dhe thot Naimin katin e dytë shpijës të re, e Gjelali poshtë në hynjes shpijës. Lajmi hidhur për ramin Naimit ka qenë lajm shumë i rëndë për tërë popullin shqiptar. Mirë po mos e rëndje kanë përjetuar familjarët e të afërmit të Naimit, të cilët na tregojnë se ku kanë qenë atë kohë dhe si e kanë pritur ramin e tij, për më shumë rrafejnë familjarët e tij. Kur e kanë mytën, jemi kanë mushtisht. Ne mi kanë shpitu nejt, jemi kanë se u ka edhe ofenziva. Me ravece me Samadragja një në rem të jarë për në Studençan, e kemi marrë dhe gruën e afrimit të fëmijën e kemi prun këtu në shtëpi, se njëherë kanë në Studençan. Të një thëjë që njën qytet s'ka më bërë luft, avishë në përkatume. Edhe i muar shkoj, hajra i muar i prunin në shtëpi. Edhe kër kanë arë në ora 2 mas dite, kanë arë milicia, veç na, unë jëmë kanë me gjatë hajra në shtëpi, edhe me fëmijën e afrimit me gruë. Edhe na qitën për shtëpi, na kështë përhin me hallakat, je për me na kallë, thëjë që s'ka më bërë luft, nuk ditë më tutë. Masi ne imi si shke këtu, na nuk u frigojshëm. Që me ata lypin se njëves na bëjnë kur gjë. A na qitën të një për shpije, dullim të këta këshitë, të ta gjësaj ma danë kënina, e kallën të një shpijen. Natën e masi ne imi nuk ishke, kemi kujtu që zvjen shpije, kallën shpijen për ndashtë, masi djali sa. Kemi dalë të një aty me dhe këshinë, kanë që kemi shkun mushtisht atë natë, kemi bujtë, neset të na kemi marrë lajmin që e kanë mytë. A i ka avë natën, me vizitu o këni në shpina me këqyrë, edhe e kanë mytë natën. Ne mi kanë mushtisht. Kër në ertë në haberi dikur i vorë, në 3 sahate, erë miti e pruni qikën në jarë i qikës, edhe mërën beshte që kanë mytën. Të ne mi avë. Kemi avë një kërë, kemi prunë me këtu me vërrosë. E kishë marrë alia, kishë mu të vorët e tonë. Edhe kalon, atë një kemi avë. Kemi nejtë një 10 minuta, 20 kemi nejtën këtu.
ja nisën me kajtë shoqja tina dhe qikas, jo është jetë ishin të ngajnë për mi pëdrum, ne ishin qyshin. Natën i shkuën për mushtisht i Emilianën, pa vërës që ashtu. Këta në kanë të vërës të këshit, të kanë Alia Zeme, a kanë ke Lukja Sherife, i kanë e të kryet se ne këtë. Edhe ne kemi shkua petën në mushtisht. Forcave serbe nuk i kanë mjaftuar vetëm vrasja e Naimit, mirëpo i kanë dhënë edhe ultimatum të afërmit të tyre që për një kohë shumë të shkurtër ta varrosin atë. Dhe për mundimin, represionin që kanë pasur ata nga forcat serbe, flasin vetë të afërmit të tyre që kanë qenë prezent në varrimin e tij, për më shumë të ndjekin prononcimet e tyre. Kam marrë vesh, djali kishë marrë vesh pak i vogli, Ragna tha, unë ti nejt një ke djalin e madh, tha, nëme he, tha, pa vjen me mu, shkoj, tha, të Baci Ramadan për shkadon, tha, se pa thej me kanë vra Naimin. Tha, shjotin e mu më ardhi jo, tha, shumë shkoj vetë. Kër kom hi të Baci Ramadan, kër kushti shkona, të hinë të hisnia, thash, gruja e Mahmut i dulë, tha, he, tha, shka për dë, thash, e ape lipi grunë e hisnijës, tha, jo, tha, gruja e hisnijës nuk kanë këtu, tha, po, ti, tha, me tahmin kini për Naimin që avro, thash, po, tha, zotë e lashnesh, tha, edhe ku marë prapë. Unë jam gjitë për pjetë, të pari këmë, jam gjitë për pjetë, kërë këmë këthy kështu kryt, e këmë pa alijen. Një letën dërë, tha, Haxhi, tha, rizaja zoti, tha, ma shpejt, tha, për shkabre shmo, tha, kanë pru Naimin me varrosën. Po, na, gjatë aty në ditëve, jena kanë të largun nga shpijet, kërë në pas këtë lagjën kënena, kanë dalë Moskovendit komunal. Mirë po, data ka qenë 26 gushti, kur në realitet na i kena dhja do krisma. Ka qenë dhe kushërim Moskovendit komunale nëna dhe kur më njës do kushërim edhe dhe shprejnë kushërima tha se jo kanë vra Naimin. Ndërtet ka qenë ditë e rëndë ditë. Edhe mas më njës ka qenë ajo, mas ditë e një tjetër kushërimi, Malush Perisha tha, a zemë tha muni tha, me shkur tha me marë, ku fomër tha, në mbëllant, në Theron tha dhe, ashtë një organizat humanitare që muni lirët me shku me marë. I shkë edhe një kushërim analë cila e dini telefon edhe këti vlavit, kënë këtu në qendër Alijes, telefon i lemru, në valje ishte më afer tu, edhe kishte shku, na shku me të kushërin e tjetë, do kushërin tjerë më nalë. Edhe ju të regum që i kështu është shku me marë në ambulant, në garantu një organizatë humanitare, edhe në e në njësë me kërë, një kushërinjat me kali. Këna pas provokime gjatë rrugës, ku po shkoni Naimi, është qështu terroristë disa fjallë, mirë, po si në fregua s'pak në për e tynëve këna ardheri në qendër të Suarekës, kur një humanist tha, ku po shkoni Suarekës, tha, jo tha Naimin, tha që a i vlau ju, tha, e kini tha të vorrezat atje. Edhe na e na këthy të vorrezat. Kërë në ardhë ishke 27 gusht, ka qenë dita vorrimit e Naimit, si më kujtohet, më të vërtet ishke fatësie madhe. Na dha në ultimatum, tha, për një 3 ore, dishka, tha, kini, për nërshë, tha, edhe ju dhe në milona për tha në vorrezat. Nga vëzhgoqin shkijet për natit për podrumit, e arë në do kushërinja për ne. Të të ndjerju në ata që në konë, Baci Vesele, Baci Mus, si i përmende kjo plokja, i ka në njësë qelin vorë. Naimi që kishin lanë në të sanakin, kishin pas me dotela ku fomë, kishin pas me pash ku fomë, në 2-3 herë, një po s'kishin a qefa ta ashtu me edhe ku fomën e kanë pa, mirë po që të suën të një ata, kërë njësë me qelë vorreza, ka ardhë, mas një gjysu, me thonë, në 10-15 minuta ka ardhë agja, me shoqë dhe me vajzin. Nuk më desh me një moment, kështu të qeli një po ata me e kanë pa, ku po me kështu që nuk ka nej shumë kohë ty, se me të vërtet, ishke provokimi ma nga sërbet, edhe kogja bëshin në gare do atje, na ishim këtu poshtë në vorreza. Edhe
sa do. Aty e kena e bonëm një favorimi. Gjithë në të momente u shpëndon, ka ishim. Edhe njona, atë note ka qenë 26 gushti, ora 1:15 minuta më nga thonë, kërsimet e ndigju, jo një pak, po thu shti se me tenka me shka, ka gju zote e din. Vetëm e di që me nxesë kërë bo ora 8, kom do në stacion, me këshyrë, njone më tha, a ki ndigju ta për nëse në thash, po e di shka thash, kom ndigju tash, po i shala të orajnë, jo thash se vërtet. Në to ka ardha lija, ka ora 2:30, a gjitha më harta se ne imi të na ka vra. Kemi dalë këtu, kofome ka qenë të Varrezat, e kemi qelë. Vorën, ka kumarë tek ne, 2 kushërinit, Musa dhe Veseli, tha, a bon me anë, obligim të ashtë nuk ju detyroj, që kini dëshirë, urnoni. Edhe ta ka nërë, e kemi marë bile, sukur që tha dhe azeni, tha si e marë, nuk i mund që ata 2 kanarë të le kanë ndimu, edhe kemi varas, nëra 5:30. Jo pak probleme, po sa që me frigë sa tush, se gjdo 5 minuta kërri i policisë edhe ushtria, milicia, dhe më që atjerë kanë thonë milici, nuk i kanë thonë tash polisë, po milicia kanë ra përskaj rrugës, në kanë përcjallë s'kemi të bërë. Vesh prisim në gjdo moment edhe neve kërë të në lanë aty, po falendërim Zotit edhe fatit, imri, nuk ka shaka, se ka qenë shumë provokimet të vaja. Më në pysë në kanë pytë, po në kanë përcjallë. Familjarët dhe të afërmit e dëshmorit janë krenar për djalin që ja falen Kosovës së dashur. Shkoj për Kosovë, pa halal i koftë edhe maja. Halal i koftë, shkoj për Kosovë, shka mi ma, tash dul me shok. I vetë mi s'ka dal, ka pas shok, shesh një tam. Kur i full që vna që i thëshim dishka, ja ka një knaqën te për që dul. Nënë të ke krejtë shok të ke kanë njën e kanë babë, të ke për për dalin, nënë i bjerë. Shala zotin një mod. Ta shkoj për Kosovë, halal i koftë, maja, krejtë që shkoj. Shka me ba? Ne imi në pata tretin djale, pata më të voglin. Gjatë dashnijën e tonë atë kemi pas për ta ma tepër, po kemi më shkurt shkoj, e tash mas ja falim Kosovën, halal i koftë qumë shti nanës, halal i koftë maja që e banëm, edhe dule në shkun për Kosovë, i letë ju qovë dhe jo Kosovës, sa a ka një knaqën, a ka një lumëtër, shka mi ba. Po unë dijem krenar, vinë shpesh shokët e Naimit, në vizitojnë, njëm krenar, ka dhanë jetën për Kosovë, më burëm, kam pas një vlla trim, s'ka mujtë askush me fregu, po ju faleminderoj juve që nuk pi harroni, po vini, po në vizitoni, edhe i përshëndes gjithë familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, edhe gjithë ata që i kanë kontribu për atë dhejën për Kosovën, dhe falenderit shumë. Ne si motër e dëshmorit, njihem krenare. Naimi ka qenë një djalë guximtar, që si frigonte as plumit e as armikut. A i çdoherë kishte dëshirë, ku banin protestat, me pri i pari. Si në Kosovë, ashtu edhe në Perëndim. Ne me çdo kanë që të rrim, biseda që të majnë për Naimin, unë jam krenare mjaft, marë forcë në zemër që t'jetoj me vite mas Naimit. Çdo kush që të rrim, thot të rrim sukur Naimi, nana nuk lind ma. Naimi si Naim hapin e ka pastran. E ne mburremi çdo kun që dalim, ose një tubim që të bat, ose një gazmen që të bat, unë krenohem që jam motër e Naimit. I përshëndes gjithë familjet e dëshmorëve, shokët e Naimit kudo që janë, invalidët e luftës, po gjithashtu edhe juve ju përshëndes që bëni vizita na për familjet e dëshmorëve, jo vetëm tek ne, po të tjerët. Se ne e dim si çdo ushtar si është vra për Kosovë, a i ka shku, nuk thehet ma.
Mirë po këto pyetje e përgjigje që ne bani neve në ndihmi krenar, që ju kini parandjenja ndaj atyne, që nuk i harroni. Dheu i let ju qoftë gjithë dëshmorëve të Kosovës. Si çdo motër tjetër në Kosovë, ashtu edhe unë krenohem, masi Naimi qysh ka pas dëshirë dhe inshallah vepra ti deri në fund shkon. Na krenohemi që e kena pas një Naim, që u konë Naimi, më të vërtetë o konë i shoqnushëm për gjithë. Naimi nuk ka këqyrë si kur do shok tash që ka në vojën dhe edhe ministre Naimi ka këqyrë vetëm drejtimin e vetë, ka këqyrë ka liftu për popull, më të vërtetë. Ndim nuk di që me thonë krenari, as për djemë që i kam unë e pes, nuk di që me thonë ba krenarë se që kam e qenë. Jo vetë mund, po të gjithë, dëmonë që qytetë e Sarajkës, e unë ndinë krenarë, se ka qenë një djallë, jo, dëmonë, si thonë ta me në mohë, apo asi po ka qenë një djallë jashtëzakonisht shumë i bukur. Faleminderit për juve që nuk harroni më në arë në vizit, më në përkujtu këto, se pak edhe emocionet, se ku kujtojnë këto hypin në emocionet. Dhe për fund, fëmijët e familjes Berisha përgatiten edhe disa recitime të shkurtra për dëshmorin Naim Berisha. Sore këtë asho, Naim Berishës luftën e fillove për fëmijët të Kosovës, o Naim Berisha ti endri gjallë, eftovë marmikën balë për balë. Shpirti di gjithë flak, për Kosovë mëmë, në bitë e atë dheut, Naim nuk do të lëmë, ati ma tanë malit, qili bubullonë, flutërojnë Shqiponjat, Naimin të mbrojnë. O Naim Berisha, o trim kombëtarë, ti s'ke vdekur, por për Kosovën gjithmonë do të jesh gjallë. Kur do Naimi me luftue, la familjen të vajtue, një trim si Naimi nuk harrojt lehtë në zemrat e shqiptarve do mbes për jetë. O daj Naimi, ne nuk do të harrojmë, edhe pse ke vdekur, ne do të kujtojmë. Ishte natë me shi, kur Naimi luftoi, i bëri balë armikut si zemra çdo dëshmori. Ky Naim i zemër luan, nuk i fiksoi syri nga armiku barbar. Nëna e shkret e priste çdo ditë që të vi Naimi të jetoj i lirë. Vjen një trim që nuk harrohesh letë, Kosova ty të kujton për jetë. Ishe si një yll që lëshon dritë, në zemra tona jeton çdo ditë. O daj, nëse më dëgjon, dhe ju i lehtë të qovë gjithmonë. Naim Berisha ka qenë i martuar me Lirën nga Peja. Ai u martua gjatë kohës së luftës, nuk ka lënë ndonjë pasardhës së tij, mirëpo familjarët dhe tërë Kosova janë krenar për djalin që e rriti dhe ja fali Kosovës, familja Berisha.
se për flamu mu që kësia vazhë betimit do të vdese për flamu. Brezat e rinje i kujtojnë me mall dëshmorët që dhanë jetën për lirinë e Kosovës së dashur. Pothuajse çdo vit i përkujtojnë në përvjetore si familjarët ashtu edhe qytetarët e Kosovës. I qoftë i lehtë dheu i Kosovës, dëshmorit të kombit Naim Khairullah Berisha dhe gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e Kosovës.